Nderuar teleshikues, ndodhemi në qytetin e Lushnjës. Kemi ardhur posaçërisht për të bërë një vështrim të përgjithshëm për historikun e qytetit Lushnjës dhe të trevave rrotull të tij. Këtu prapas shpinës kemi muzeun historik të qytetit dhe njëkohësisht të rrethit, por nuk do të bëjmë fjalë në veçanti për vlerat që mbart ky muze, mbasi siç edhe na kanë thënë kolegët tanë, edhe ky muze, si dhe i Fierit apo i Vlorës, kërkon një emision të posaçëm për ta marrë me hollësi në bazë të vlerave që mbart, stand-upeve ose objekteve të tjera materiale. Si dhe herë të tjera, emisionin po e ndërtojmë bashkërisht me historianin Ilirian Gjika, të cilin e kam këtu pranë, dhe pa humbur kohë po ja japim fjalën. Siç e prezantuat dhe ju, profesor Maku, së fundin erdhëm dhe në Lushnjë. I kishim borxh këtij qyteti për arsye sepse në emisionet tona, gjatë të cilëve kemi 7 muaj që merremi me gjurmime historike dhe arkeologjike, kemi përshkruar një të gjerë që nga Orikumi në jug dhe në Fier në veri, në rrethinat e Fierit, po them në Ardenic në veri, dhe që nga Berati në lindje dhe deri në Apolonin perëndim, dhe nuk e kishim ka përzyer atë kufirin midis Fierit dhe Lushnjës. Prap sot erdhëm në Lushnjë. Dhe qëllimi i ardhjes son këtu është pikërisht prezantimi i vlerave të përgjithshme të këtij qyteti, sepse dhe ky qytet, ashtu si Fieri, Vlora, Berati, Patosi, Kuçova, nuk mund të përshkruhet me një emision. Ne sot, ashtu siç e biseduam, dhe e vlerësuam që do të jetë diçka interesante t'i kapim të gjitha në një pjesë të pikave të Lushnjës, t'i prekim në mënyrë tangenciale, dhe një ditë tjetër ose ndonjëherë ose edhe në një rast të dytë të kapim në veçanti objektet social-kulturore, historikun e tyre dhe ato gjëra që kanë vlera dhe që i mbart në vetvete ky qytet. Ne sapo pam në hallin e muzeut historik diçka që të bie në sy. Pavarësisht ka një ardhje e dytë për të përkushtuar, ashtu siç e thamë edhe në stand-up, për të përkushtuar pak më në gjerësinë dhe në thellësi historisë i qytetit, mund të bëjmë fjalë diçka se çfarë na thotë ajo veprarti. Pikërisht. Patjetër. Atëherë po i ftoj unë teleshikuesit tanë që të na ndjekin. Atëherë të nderuar teleshikues, siç thamë edhe pak më parë, në hallin e muzeut historik, në të rrojë vëmendjen një kompozim pano i lirë, i cili na çon sigurisht në një të kaluar, tashmë të kaluar për gjithmonë, por që gjithsesi mbështetet mbi disa figura, karaktere, elemente të veçantë që duan të japin një të tërë ose një pjesë të një realiteti të atëhershëm tashmë të kapërcyer dhe që e kuptojnë gjithsecili për kohën kur është kompozuar. Por ende ndodhet një gjë e tillë neve i nderuar Ilir na ka ndodhur edhe në një mozaik në Vlorë. Në mos gabojmë në Vlorë. Është rasti i dytë. Rasti i dytë. Dhe ne e pam si të tillë brenda një kohe të caktuar. Dhe nuk do të ndalemi në vlera tazëm historikisht të sakta apo edhe në vlerat artistike, mbasi nuk është një si thosh pjesë një pikturë mirë fillt. Është më tepër një plakat që ka dashur autori ose grupi i autorëve të thonë diçka nga një kohë e caktuar. Është, siç e thatë ju, profesor, është rasti i dytë që ne ballafaqohemi me një vepër të tillë arti me komentet. Përveç sa atyre afreskeve që kemi parë për objektet e kultit, që kemi ndriçuar me kamerën gjatë emisioneve të ciklit ton. Interesante është se kjo është një alseko. Që është alseko? Është një pikturë murale në mur të thatë. Është një afresk shumë i madh, e cila paraqet, në qoftë se do t'i numërojmë 3, 2,
e të tjerë, secila ka një numër të barabartë 8 figura. Në qendër është figura e myzeqarit, kompozimi ishte bërë në kohën e monizmit, patjetër dhe lidhej me pushtetin popullor, i cili, siç thonë në kushtetutën e asaj kohe, që ishte fituar me grykën e pushkës. Do të thënë një element që dhe në artet figurative. Është figura e myzeqarit me takije, ashtu siç e kemi parë edhe tek filmi Pylli i Liris. Në të djathën tonë është vendosur një ere,